Përmes agroturizmit është e mundur plotësisht të dilet nga qertulli i mbijetesës dhe të kalohet në një stad tjetër. Pra, përmirësimi i infrastrukturës është pa diskutim një element kyç. Në shkurt të vitit 2018, qeveria shqiptare prezantoi programin 100 fshatrat me synim për të kthyer ato në qendra turistike dhe për të gjallëruar ekonominë lokale. Megjithatë, pas 7 vitesh, projekti rezulton i ndërshtuar me ndërhyrje të fragmentizuara dhe mungesë të investimeve strategjike. Në fshatin Shetaj të Dushtit, i cili është pjesë e këtij programi, mungojnë shërbime bazë si ujësiesi dhe energji elektrike e qëndrueshme. Banorët, shumica e të cilëve janë të moshuar, vijojnë të përballen me emigracionin masiv, ndër të tjera ata shprehen: "Këtu nuk ka as punë, as rrugë dhe asgjë", shprehet Mohamet Shetaj, ish kryeplaku fshatit, duke theksuar boshllëkun që ka lënë largimit të rinjve. Investimet e planifikuara nuk kanë dhënë rezultat. Qeveria ka akorduar miliarda lek për programin, por shumë fshatra mbeten të izoluar dhe pa infrastrukturë të zhvilluar. Ekspertët e turizmit theksojnë se edhe investimet e bëra janë të paplota dhe të paefektshme. Flora Xhemani e quan projektin një dështim, ndërsa Imeldi Sokoli kritikon mungesën e një qasje të mirë planifikuar. Një raport i kontrollit të lartë të shtetit në vitin 2022 zbuloi mungesën e monitorimit dhe bashkëbrendimit mes ministrive përgjegjëse. Edhe pse qeveria ka zgjatur programin deri në vitin 2030, ekspertët mbeten skeptik. Ata theksojnë se pa investime në infrastrukturën bazë nuk mund të kesh zhvillim të qëndrueshëm. Ne vetëm duam ujë, rrugë dhe drita. Të tjerat i bëjmë vetë, përfundoi Shetaj duke përmbledhur realitetin e braktisjes që vijojnë të karakterizojë shumicën e këtyre fshatrave.